Përshëndetje dhe mirë se vene në kanalin tim. Sot do t'ju risjell një recetë të specave të mbushur. Receta e specave të mbushur është shumë e thjeshtë, përgatitet shumë lehtë. Por çka e bën të veçantë këtë recetë është salca të cilën do t'ja shtoj në fund. Ajo përveç që jep shumë shije, ja jep edhe një pamje shumë të bukur. Do të filloj me përgatitjen e mbushjes fillimisht. Në tigan do të shtoj vaj. Pastaj do të shtoj mishin e bluar. Do ta skuqim mishin e bluar dhe pasi të jetë gati, do të vazhdojmë të shtojmë përbërësit e tjerë. Mishi është gati, tani do t'i shtojmë qepën. Për mbushjen e specave kam përdorur rreth 600 gram mish të bluar dhe do t'i shtoj 2 qepë të vogla. Qepët dhe mishin do t'i vazhdojmë që t'i skuqim edhe për pak, derisa të zbuten qepët, pastaj do t'i shtoj melmesat dhe do të jetë gati për të filluar me mbushjen e specave. Po i kalojmë tani në zjarr. Derisa mishi dhe qepat të jenë gati, do t'i shtojmë edhe orizin. Në total do t'i shtoj 1 filxhan e gjysmë oriz. Orizin vetëm do ta pastroj dhe do ta shtoj tek mishi dhe qepët kur të jenë gati. Nuk do e skuqe apo të e ziej, sepse do e lëm që të zihet së bashku me mishin kur të jetë brenda specave, në mënyrë që ta mbaj masën më të ngjitur. Si që tregova, po shtojmë nga ky 1 filxhan e gjysmë. Mishi dhe qepët janë gati. Tani do t'i shtojmë orizin, të cilin e kam pastruar mirë me ujë të rrjedhshëm, derisa ka filluar të dalë ujë i kthjellët. Tani do t'i shtojmë edhe melmesat. Unë do përdore piper të kuq, piper të zi dhe melmes. Mund t'i shtoni sipas dëshirës edhe melmesa tjera, mirë po këto janë që neve na pëlqejnë më së shumti. I përzijej mirë derisa të bashkohen. Dhe do t'i lëm anash derisa t'i pastrojmë specat dhe t'i kemi të gatshëm për ta bërë mbushjen e tyre. Tani do të filloj me përgatitjen e specave, të cilët i kam pastruar. Tani do i largojmë bishtin dhe farat brenda për t'i bërë gati për mbushje. Specet do t'ja largojmë pra edhe farat brenda. Specat që po i përdori unë janë të padjegst. Nëse ju përdorni specat që janë djegst, ju sugjeroj me i largu edhe pjesën e brendshme, këto fijet e gjata që i kanë, nëse nuk keni qef me qenë shumë djegst. Të njëjtën procedurë do ta përsërisim me të gjithë specat. Në total kam 7 speca, dikun rreth 800 gram. Mbushja është e mjaftueshme për këtë masë të specave. Të gjithë specat do t'i bëjmë në këtë mënyrë e pastaj do t'i mbushim që do t'a shohim në vazhdim. Në tepsin ku do i pjekim specat, do të shtojmë vaj, ta lyejmë mirë dhe do t'a lëmë të gatshme për të vendosur specat direkt pas mbushjes.
Tani do të fillojmë me mbushjen e specave, të cilët i përgatitëm pak më herët, edhe mbushjen po ashtu. Kur i mbushi specat, gjithmonë përdori lugë të vogël, sepse më vjen ma lehtë për me shtyp masën brenda. Tani, te pjesa e mishit që na ka mbetur, do të shtojmë rreth 2 filxhana, 2,5 ujë të ngrohtë dhe do ta hedhim sipër specave. Filxhani është 200 ml. Tani do t'i shtojmë tek specat. Tani tepsin do ta mbulojmë me folje alumine dhe do t'i pjekim në furrën e parangrohur në 200 gradë fillimisht për 40 minuta. Pas 40 minutave do e shikojmë se si po shkon procedura e pjekjes. Derisa specat janë në furrë, i kontrollojmë ku pas kohe, pasi pjekja e tyre varet edhe nga madhësia. Do të përgatisim salcën, ku do shtojmë rreth 2 lugë gjelle vaj, dhe 1 lugë gjelle miell. Miellin do ta skuqim pak, e pastaj do t'i shtojmë edhe përbërësit tjerë që do t'i shohim në vazhdim. Miellin duhet ta skuqim vetëm pak, e pastaj sa është ende i ngrohtë do t'i hedhim melmesat. Si fillim i shtojmë piperin e kuq, e përziej, pastaj i shtojmë edhe melmesa, dhe në fund i shtojmë ujin. Këtu kam 150 ml ujë. Ujin ja shtojmë duke e përzier. Dhe pasi të bashkohen të gjithë përbërësit në mes vete, salcën do e hedhim tek specat. Tani, specave u alargojmë foljen. E kanë marrë këtë pamje. Para se të shtojmë salcën tek specat, fillimisht i lyejmë specat me salcën e përgatitur. Siç po e shihni, orizi dhe mishin që e kemi shtuar tek specat është zier mjaftueshëm dhe ta kemi edhe si lloj gjelle për të shoqëruar specat. Tani, pasi i kemi lyer specat, salcën e mbetur do e hedhim tek tepsia. Specat janë pothuajse gati. Tash ka mbet vetëm që t'i kalojmë edhe në furrë derisa të skuqen sipër dhe salca të zihet. Për këtë proces na duhen diku rreth 10 deri në 12 minuta, mirë po gjatë pjekjes duhet të përcjellen vazhdimisht që të mos digjen. Temperaturën e furrës nuk e ndrojmë fare, domethënë vazhdojmë të pjekim përsëri në 200 gradë.